Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Të dashur, kemi sarkofagu, quhet faraoni i shtrirë, që në një farë mënyrë pasqyron vdekjen, labirintin, anijen dhe hënën. Të dashur Bricjapër, ndodhesh në një situatë që ka përfunduar. Në një farë mënyrë ka përfunduar. Ka diçka që nuk funksionon më. Ndoshta një lidhje, një vend, apo një gjendje që ke mbajtur gjallë me zor. Po e vërteta është kjo, ajo pjesë ka vdekur, s'ka më çfarë të jap. Ti e di tashmë këtë, por nuk po gjen dot të rrugën për të dalë prej saj. Ndihesh sikur ke hyrë në një labirint, sa herë po përpiqesh të dalësh, kthehesh përsëri në pikën e fillimit. Që thot kjo. Kjo është për shkak se po kërkon zgjedhje logjike në një situatë që nuk ka logjik. Hëna tregon në fakt zërin tënd të mbrëmshëm, e di çfarë të duhet dhe e di çfarë duhet bësh. Ti ke ndjesinë që duhet të largohesh dhe ke të drejtë. Ania tregon që është koha për të lëvizur, për të larguar, për të dalë nga kjo situatë që vetëm të ka lodhur dhe nuk të ka sjell asgjë të mirë. Për kë jam duke lexuar, nuk e di, por është diçka që ka qëndruar një periudhë të gjatë duke mos funksionuar as edhe një gjë. Pra, mesazhi i gjithë leximit të juaj, mjaft qëndrova aty ku nuk ka më jetë. Nuk je e humbur apo i humbur, të dashur Bricjap, thjesht je duke qëndruar në një vend ku s'të përket më. Ndalo së kërkuari rrugë në një labirint që nuk ka dalje. Koha është për të lëvizur përpara, siç është ania, për të rilindur. Edhe nëse nuk shet dritën, ndjeje dhe përcjelle atë ndjesinë tënde të drejtimit, dhe kjo ndjesi do jetë e saktë. Pra, kur ndihesh e humbur, ndoshta thjesht ke nevojë të largohesh nga aty apo nga ata apo ajo situatë, çfarëdo që të jetë, është diçka që duhet bërë hap para tani, dhe të mos vazhdoni të silleni në të njëjtën cikël apo në të njëjtin labirint, të dashur Bricjapër.